Po i konvenon më shumë të zotit Kurti që ta mboj peng pozitën e ushtruesit detyrës kryeministrit. Po mu që kam shqetësoj edhe pak edhe qëndrimi PDK-s, e cila thështe se në rregullore është e shkruar që duhet votohen në pakën në kryetarët. Ti nëse shkruan ashtu, ti nuk është dosh me votu as Emilia Rexhepin atëherë për nënkryetaret e kuvendit. Pra, gjitha partitë kanë një farë paqartësie lidhur me daljen nga kjo situatë. Kush e ka thonë mbi BDK-s? Blerta Delio mbrome poshtë. Blerta para se me dalë konferencë. Në fakt e lexova e poshtë. Ose para se me shku në intervistë, është mirë me marrë rregulloren se nuk është gjithë e rregulloret që ti ka 800 faqe. Zi se ka 20 faqe s'ka më shumë. Mund me lexu dhe shumë shpejt lexohen çish bëhet kuvendi. A dhe se i kitë ndome me nene... Tash për shembull, ideja është që të votohen në pakën në mënyrë që të shpërndahet përgjegjësia, apo kupton? Po, nuk ka rregulloria që do të më votu. Ajo ka qenë praktik parlamentare. Po. Edhe po mendoj që me të drejtë mund ndryshu, nuk ka ndonjë problem mund ndryshu. Është mirë mund ndjek, për arsye që nuk krijon precedente tjera. Po nëse s'don me ndjek i ndon, i ke ndon kur gjë nuk është funi botës. Nuk është kur gjë kundër rregullores kuvendit absolutikisht.